se çka gabimi Kur them ne media në Shqipëri, jo në kontekstin jo në ajo që më bën përshtypje mua është se si ka mundësi në dy binjakëzime, po të them, ose zinxhir mediash, pasi shkruan zoti Nesho bashkë me një gazetar amerikan që bën një shkrim të fortë, një shkrim i cili godiste Edi Ramën në çdo qelistë të qeverisë së tij. Pastaj se sa impakt pati në Shqipëri apo në Amerikë është për të diskutuar, por ishte një shkrim i fortë. Patjetër. Ishte një shkrim i fortë që merrej me detaje të problemeve, të autokracisë, të mënyrës se si qeverisë Edi Rama, se si bashkëpunon me grupet kriminale dhe sjellin vota, pra një analizë të paktën sipas. Po nisa ishte analiza Neshos. Po e Neshos, po them, e Neshos. Nuk ishte analiza. Po them analize, unë e përcaktova, ishte zoti Nesho bashkë me një gazetar tjetër. Çfarë mendon zoti Nesho ne e dim, nuk është një sekret i madh, a kupton? Jo, sekreti ishte fakti që një media prestigjioze e publikoi. Media prestigjioze, problemi është se e thotë në emër të Neshos. Po, e të marrim a priori të mirëqëse. Çështja qëndron që edhe avukatët e Veliajt kanë zgjedhur një media që është binjakëzim. Ma lejon ta vazhdoj? Po. Shiko, do më mirë kuptoni që unë jam totalisht në vektor të kundërt me analizën e Anrit. Unë mendoj komplet ndryshe. Po. Dhe unë them nëse kemi një indicie, na ngrihet një pikpyetje, 3 indicie na bën një provë. Dhe ne kemi 3 indicie në rastin e Veliajt. Dhe prova kush është? Indicia e parë po e përsërisë është koha, nuk është rastësi koha post 11 majt. Indicia e dytë është konteksti, që ti sapo the. Sot dje godet te Fox News-i një opozitar, ai sa mund të quhet opozitar, në thonjza Agim Nesho, gjithmonë si instrumenti i Berishës. Të nesërme godet Erion Velia. Dhe e treta, që është më e qëndësishmja, që duhet prekur, që për mua ajo është pika nevralgjike. Erion Velia ka thënë në mënyrë eksplicite, SPAK po përdoret si instrument politik. Këtë e ka marrë dhe e ka amplifikuar studia ligjore e Kasovic LC, e cila ka qenë 13 vite. E cila ka qenë 13 vite po e përsëris për publikun. Partnerja e Trumpit në BTA ligjore dhe thot Kasovic LC, SPAK po përdoret për instrument politik. Atëre, instrument politik, dhe këtu do të bëjmë tani ta divulgojmë analizën në gjykimin tim. Instrument politik SPAK-u i kujt opozitesh? Se nuk mendoj që SPAK-u, Erion Velia akuzon SPAK-un si vegël Sali Berishës. Se nëse SPAK-un ne konsiderojmë si vegël Sali Berishës, atëre ka marrë fond kjo punë. Jo, po. E para Sali Berisha nuk do ishte vetë i goditur nga SPAK-u, e dyta Sali Berisha nuk do ishte humbës i zgjedhjeve. Se kur thua po zgjedhjeve është instrument politik, atëre për kë po e thua? Ti po e thua për një kampan alarmi për Edi Ramën. Dhe që duhet në çfarë kuptimi një kampan alarmi për Edi Ramën. Që nëse SPAK-u është i verbër dhe godet nga të gjitha anët, ai është i shëndetshëm. Por nëse SPAK-u godet vetëm me lejen e pushtetit, atëre ai po rikthemi Erion Velis do bëj një metaforë, ose një alegori, po kthehet në një Robespierre. Dhe Robespierre ka pasur një shprehje që virtyti pa terror është i pafuqishëm. Pa drejtësia pa çik terror është i pafuqishëm, por terrori pa virtyt është ferr dhe është i errësirë, është i verbër. Kush është terrori dhe kush është virtyti, pra nëse ne kemi qëllim në vetvete të bëjmë terror, të arrestojmë, po pa të bërë drejtësi, atëherë ne nuk po bëjmë sistem drejtësie, po ne po bëjmë një instrument giotine moderne. Kështu që pikpyetjet që unë dua të hedh për debat, si për ju, si për dëgjuesin, është kjo. Kur Erion Velia thot instrument politik është kthyer SPAK-u si një giotin për mua. Dhe këtë e amplifikon dhe po e rikthem edhe një herë, dua ta sqaroj. Market Watch, sepse nuk e sqarova mirë. Ka një specifik, është një media që jep informacione të cilat kanë bën shumë me bursën. Është më mbase më e madhja në botë. Dhe në kontekstin e Shqipërisë, çfarë do të thënë ka të bëjë shumë me bursën? Kur një investitor X do të investojë në Shqipëri dhe ky është një moment që në Shqipëri po investohet shumë, si në letrat me vlerë bono thesari, si në investime që po bëhen në turizëm. Market Watch i jep një panoramë se si është stabiliteti politik në Shqipëri. Dhe investitorit
X në Amerikë ose në Perëndim. Sot Market Watch-i nëpërmjet zërit të studios ligjore Kasovic LLC që ka qenë dikur e Donald Trumpi dhe sot e Erion Velis, i thotë që shiko në Shqipëri ka një sistem drejtësie i cili po sulmon politikanë të ndryshëm, shumë të fuqishëm, të zgjedhur nga populli me agjendë politike. Dhe ti ki kujdes, i thotë investitorit, kur ti investon në këtë vend, sepse mund të ndodhi një gjë ty nesër. Pra, pse thash të? Këtu goditet Edi Rama, këtu goditet qeveria. Nuk goditet SPAK-u këtu. Nuk i vetet në Washington për të goditur SPAK-u. Ndërsa edhe diçka tjetër që dua të them është që shqiptarët nuk e kanë kërkuar drejtësinë për të arrestuar, për të futur në burg. Qëllimi në vetvete nuk është për të futur në burg politikanët. Sepse edhe në artikull jepet një ilustrim që thuhet që shiko, Thoma Gëllçi doli në Strasburg i pafajshëm, me ndenin 5.3C, është aty që dhe duhet ndërkohë mbajt në burg gjithë ato vite. Qëllimi që ne duam nga SPAK-u, që kërkohet, është që të faktojë që politikanët kanë qenë korruptuar. Mbasi të faktohet që politikanët kanë qenë korruptuar, ti fusin burg. Për zotin Berisha, nuk mund ta mbash tani gjithë kohën në proces gjyqësor për një gjë periferike, kur akuzat kanë qenë ditën për diell shpërthimi në Kërdeca apo 21 janari, apo nafta në fushat naftëmbajtëse dhe gazmbajtëse me Fazliç, ku shpall dhe non grata, pra me që themi në kontekstin që u rifreskua dhe njëra non grata, vula e non gratës nga Donald Trumpi, në Patos Marins ose në Porto Romano. Dhe ta jetosh për gjëra periferike fare, ndërkohë nuk përjeton për gjërat e mëdha, ti kemi elefantin në dhomë. Pra, thelbi asaj që unë mendoj lidhet me faktin që pasi Veliaj i dha 2 mesazhe nëpërmjet TikTokut ku thoshte njerëz pa certifikat nuk më rrezojnë dot, thoshte për të tjerë karma vjen disa i shtyp dhe më falë, se do ta lidh me këtë se më lë. Dje ka dalë zoti Blendi Klosi dhe ka thënë që në shtator do presin vendime gjykatës lartë, mund të ketë zgjedhje të reja dhe për kryetarin e Bashkisë Tiranës. Sot jep përgjigjen Erion Velia. Mund ta lidhim me. Kjo është për planetin. Se është bërë nga dje sot, edhe qoftë edhe artikulli. Jo, ka qenë një strategji, besoj. Në fakt artikulli kur ka dalë artikulli i studios ligjore ka dalë këtë ditë.